بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Në emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, falënderimet e takojnë Allahut. Atë falenderojmë dhe për tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë Allahut Azza wa Jalla na ruaj nga keqja e veprave tona dhe e punëve tona. Ka udhëzon Allahu Azza wa Jalla, nuk ka kush e humbë atë, dhe kush zgjedh për veten e tij humbjen, nuk ka kush e udhëzon atë përveç se Allahu Azza wa Jalla. Dashmë të deklarojmë se nuk ka të adhuruar tjetër më drejt përveç Allahut Azza wa Jalla, dhe se Muhamedi është rob i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Në vijim me ndihmën e Allahut Azza wa Jall, tema e sotshme do të jetë bab tahiyatul masjid, pra selami ose përshëndetja kur hym në xhami. Dhe për këtë Sheikh Imam Abdul Ghani al-Maqdisi ka përzgjedhur një hadith i cili transmetohet nga Abi Qatada al-Harithi ibn Rabi'i al-Ansari radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين رواه البخاري ومسلم. Pra Imam Abdul Ghani al-Maqdisi ka përzgjedhur për këtë temë hadithin i cili transmetohet nga Abi Qatada al-Harithi ibn Rabi'i al-Ansari. Sahabiu, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë se ka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, kur ndonjëri për ju të hyjë në xhami, mos të ulet pa i falur 2 rekate. Hadithin e transmeton Imam Buhari dhe Imam Muslim. Kuptimi i përgjithshëm, thotë Sheikh Abdullah al-Bassam, Allahu më shëroft, se sahabiu Sulejk al-Gatafani, i cili kishte kunjën Abi Qatada, hyri tek xhamia e dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam në ditën e Xuma. Dhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte duke mbajtur hutbën. Dhe u ul, pra Sulejku u ul gjatë, pra kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte duke mbajtur hutbën. Ndërkohë kur u uli pra Sulejku, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e urdhroi atë që të ngrihet dhe të falë 2 rekate. Dhe e lajmëroi i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo ishte pra gjatë hutbës, dhe i tha anna lil masajid hurmatan wa taqdira, se xhamiat pra kanë nderin dhe kanë vepra të cilat duhet, pra janë të përcaktuara dhe duhen të veprohen. Fa inna laha ala dakhilaha tahiyya, dhe kushdo që hyn në to duhet që t'i përshëndes ata. Wa hiya an la yajlisa hatta yusalliya rak'atayn, dhe përshëndetja për xhamiat është që mos të ulemi pa u falur 2 rekate. Pra kështu i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e mësoi sahabiun e nderuar Sulejkun që kur të hysh në xhamia, edhe kur imami është duke mbajtur pra ligjëratën e ditës Xuma, mos të ulesh pa i falur 2 rekate. Normalisht kjo përmban atë çka tha i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, e cila është respekti dhe veprimet e përcaktuara para se të ulemi kur të hyjmë në xhami. Po nëse ndodh që të jemi në një musalla e cila falet në të siç është dita e Bajramit, atëherë nuk merr rregullat siç merr ai vend i cili është i përcaktuar, që në këtë rast është xhamia, ku në të falen 5 kohët e namazit, gjithashtu në të mbahet dhe dita e Xuma, pra mbahet hutbja. Rregullat që ka
xhamia nuk janë të njëjta sikurse rregullat që quhen musalla, pra vende të përcaktuara për të falë namaz, por se në të nuk mbahet dita e xumat dhe nuk kryhen, po themi, të pesta kohat. Porse siç po të jetë vend i cili është i përcaktuar në një vend pune ose një vend i cili është i përcaktuar tek tregu ose vend i përcaktuar, po themi, kudo qoftë ajo, aty ku neve na kap namazi, ku ne kemi kohën më të shumë të ditës, në këtë rast që quhet musalla, pra vend falje, por nuk mund të quhet xhami. Xhami quhet ai vendi i cili në të kryhen të 5 kohat e namazit, gjithashtu mbahet dhe dita, mbahet edhe koha e xumas, pra mbahet ligjërata e ditës xumat. Ky vend merr këto rregulla, kurse ai vend i cili e përcaktuam që quhet musalla, vend falje, nuk e merr këtë rregull i cili është pra bab tahiyatul masjid. Pra nuk është sunet dhe nuk është punë e kërkuar, sikurse e riktheu sahabiun i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, ku i tha ngrihu dhe fal 2 rekate. Nëse ndodh në një musalla ti futesh dhe ulesh, atëherë nuk e ke pra detyrë që të ngrihesh dhe të falësh 2 rekate. Nëse ti i vepron ato pa ulur, o biha u ni'ma, ti shpërblehesh për ta dhe merr shpërblim, por se nuk janë, pra siç tham neve, vepër e cila lidhet me xhamin. Për këtë nuk u justifikua pra Sulejk el-Ghatafani kur u ul. Pse? Sepse ishte, siç tham, lidhet me xhamin. Nuk u justifikua dhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha atij që ngrihu dhe fal 2 rekate, edhe pse ishte duke ligjëruar pra ligjëratën e ditës së xumat, pra nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kjo tregon që thonë ulemat që nëse një e folur vjen me shkak, bën që ta bësh, pra bën që të flasë imami për diçka, për një temë, për diçka që e shikon që është shqetësuese dhe duhet që ta flasi pikërisht. Në atë moment bën që ta ndërpresi ligjëratën dhe ti kushtoj vëmendje dhe ti përkujtoj për diçka e cila duhet, sepse shumë njerëz nuk mund ta dinë dhe shumë njerëz tjerë e kanë nevojshme që ti përkujtosh që të rikthehen në xhami, sepse ata me mendjen e tyre pra nuk janë të përqendruar dhe kanë dalë jashtë, ose mund të veprojnë veprime, po themi, të merren me diçka e cila nuk është që lidhet me ligjëratën e ditës së xumat. Se dihet, siç ka ardhur hadithi, që kush merret me diçka tjetër përveç asaj që është pra lidhet me xuman, pa që do të thotë përqendrimi tek ligjërata që mban imami, njeriu pra bën logu, pra i ikën shpërblimi i ditës, i ligjëratës së ditës së xumat. Ulemat për këtë kanë, sikur se kemi thënë që në rregullat ose në çështjet e fikut, ulemat pra kanë kundërshtim midis vete, dhe kjo nuk vjen si pasojë përplasjesh mendimesh, por se vjen si pasojë kuptim i argumenteve ose i haditheve që kanë ardhur nga dërgumi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Dhe siç ka një imam kuptimin, nuk e ka një imam tjetër. Për këtë po të shikosh në të shumtat e çështjeve të fikut, ulemat pra kanë 2 mendime ose edhe më shumë. Dhe për këtë temë, në cila do ta themi tani, është ulemat pra nuk janë në pajtim për disa namaze. Për shembull, ato namazet të cilët kanë shkak. Kush janë? Është sikur se tham të falim 2 rekate, pra që quhen përshëndetje për xhamin. Ose namazi i shiut, ose namazi i xhenazës, ose namazi për të fal atë kohë që të ka ikur. E të gjitha këto, a bën që t'i falim në kohë të ndaluara? Kush janë kohët e ndaluara? Është ajo kohë ku, sikur se tham, që jemi duke hyrë në xhami dhe imami është duke ligjëruar. A bën që të falesh, po themi, sunete dhe të bësh namaze, apo është vetëm një veprim i cili është i lejuar? Në këtë rast kush është? Është tahiyatul masjid. Pra, përshëndetje për xhami, që janë 2 rekatet e xhamisë.
Po namazi xhenazës, po namazi sikur se tham të kërkimit për shi dhe namazi i cili pra na ka hikur dhe koha e saj po ngushtohet, për themin nga namazi i drekës për të hyrë namazi i kindis, ose ka ik namazi i kindis dhe po na hyn namazi i akşamit. Kjo kanë ardhur ulemat që ka thënë nuk ka namaz pra në këtë kohë, kur është pra duke perënduar dielli. Që kanë thënë që është e papëlqyer dhe disa kanë thënë që është ndaluar. Po në këtë rast, atëherë shumica ulemave dhe kjo na intereson neve më shumë në çështjet e fikut që të marrim atë çka është më e saktë tek ulemat dhe të ketë argument në atë veprim. Që kur ne ta veprojmë, të jemi pra të qetë tek Allahu Azza wa Jall, të qetë në veten tonë, po gjithashtu edhe të tjerëve t'i japim argumentin nëse na lind pra nevoja për të folur për çështje fetare. Dhe kanë thënë që ata që e kanë ndaluar pra la salata ba'da subhi hatta tatlu ash-shams wa la salata ba'da al-asri hatta taghiba ash-shams. Nuk ka namaz mbasi falet namazi sabahut derisa të lind dielli. Dhe nuk ka namaz mbasi të falet ikindia derisa të perëndojë dielli. Atëherë, ky argument pra del që është i ndaluar. Po nëse na ndodh namazi xhenazes, nëse na ndodh namazi për të kërkuar shi, nëse na ndodh që na ka hik namazi ikindis, si ta falim? Normalisht që thonë ulemat në fjalën më të saktë, Imam Shafi'i dhe Imam Ibn Taymija, Allahu mëshiroft, Imam Ahmed, Allahu mëshiroft, Imam Malik, Allahu mëshiroft, thonë që të gjitha këto namaze, të cilat janë me shkak, pra shkaku kush është? Vdekja. Shkaku tjetër për të kërkuar shi. Shkaku tjetër është kur neve na ka hikur koha e faljes me xhamat. Atëherë të gjitha, çdo namaz që ka shkak bën që të falet dhe në këtë kohë ku ka ardhur pra ndalesë nga hadithi i dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, sepse hadithi quhet am i përgjithshëm dhe e veçon atë shkaku, Hadithi për këtë ka ardhur me nama an witrihi au nasiyahu, kush ndodh që të flej gjumë dhe nuk e ka falur vitrin e tij ose e harron atë, atëherë la ta falë atë kur ai të kujtohet. Ose kur zgjohet ose kur të kujtohet. Gjithashtu hadithi tjetër, inna shamsa wal qamara ayatani, dielli dhe hëna janë dy argumenta prej argumentave të Allahut Azza wa Jall, fa idha ra'aytumuhuma fasallu. Dhe kur të ndodh që t'ju shfaqet juve ajo, atëherë pra namazi i kusufit, pra namazi kur futen njëna me tjetrën, atëherë faluni. Pra kur ndodh. Nëse na ndodh për ikindi, falet. Nëse na ndodh për masabah, prap falet. Kështu që kjo është tema e parë me cilën me shpresë Allahu Azza wa Jall besoj të jetë qartë që nëse na ndodh këto lloj namazësh, atëherë ti e ke qartë dhe kur pra shkon dhe e vepron dhe nuk ka asgjë tek Allahu Azza wa Jall. Disa dobi që merren nga ky hadith, siç e ka përmendur Sheikh Abdullah al-Bassam, Allahu mëshiroft, thotë se gjykimi i dy rekateve kur hym në një xhami është sunet. Pra nuk është detyrë, por është sunet. Sunet i cili pra sahabi nuk e la, sepse i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e mësoi atë masi ai nuk e dinte që ta kryente këtë vepër. E dyta, përfitimi tjetër është se falen këto dy rekate në çdo kohë dhe në kohë të ndaluara, sikurse e përmenda më lart. E treta, duhet dhe është e pëlqyeshme që sa herë që njeriu të hyj në xhami të jetë me abdes, sepse është sunet pra që ai të fali këto dy rekate dhe mos t'i hiq shpërblimi. Se nëse njeriu nuk ka abdes, dhe kjo bëhet fjalë për kur ti hyn në xhami dhe koha e namazit mund të ketë pra e pret atë me 30 minuta apo dhe më shumë. Dhe që mos të humb vlera e këtyre rekateve, atëherë njeriu pra duhet të jetë me abdes që të marrë shpërblimin e këtyre dy rekateve dhe tregon që kundërta kësaj nuk është pra haram ose nuk ngarkohesh nga mosfalja e këtyre dy rekateve. Që do thotë, nëse njeriu nuk i vepron, atëherë ai pra merr gjuna. Jo. Është sunet, dhe është vepër e cila pra nuk e kanë lënë pa e vepruar selefët tanë të mëparshëm. E katërta, kanë thënë ulemat se kur jemi në Qabe, pra në xhaminë e Qabes, tavafi rreth saj është zëvendësim i dy rekateve të xhamisë. Pra nëse na ndodh që të jemi në Qabe dhe jemi duke bërë tavafin
rreth Qabës, 7 xhiro rreth saj, atëherë këto xhiro janë zëvendësimi i 2 rekateve. Pra në këtë rast kemi vepruar përshëndetjen ndaj xhamisë në Qabë. E nëse njeriu e ka bërë xhiron rreth saj dhe është rikthyer në xhami, pra ka dalë prej xhamisë, ka hik në hotel, po themi, dhe është rikthyer prapë në xhamin Qabë, po flasim prapë për Qabën. Dhe e sheh veten e vet lodhur ose nuk don që të bëj 7 xhiro rreth saj. Atëherë si shlyhet? Shlyhet me faljen e 2 rekateve, sikurse mund të bëhet në çdo xhami tjetër përveç Qabës. Nëse ai person pra fal 2 rekate, ka bërë atë çka është pra sunet nga dërgumi i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kaq për këtë hadith, dhe hadithi vjues me numër 108, pra hadithi që kaloi ishte 107, harruam që ta përmendim numrin. Hadithi me numër 108 an Zaid ibn Arqam radiyallahu anhu قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين البقرة فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام رواه البخاري ومسلم. Pra transmetohet nga Zaid ibn Arqam, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, se ka thënë: më përpara se të zbriste ky hadith, pra është qëllimi, ishim që flistim në namazin ton. Ishte që fliste një personit tjetër i cili ishte anash tij në namaz. Derisa zbriti fjala e Allahut azza wa jall në surën Bakara, ajeti 238, wa qumu lillahi qanitin, dhe rrini përpara Allahut azza wa jall duke qenë të heshtur. Fa umirna bis sukuti wa nuhina anil kalam, dhe kështu pra u urdhëruam që të heshtim para Allahut azza wa jall dhe u ndaluam nga e folura në namaz. Hadithin e transmeton Imam Buhari dhe Imam Muslim. Thot Sheikh Abdullah al-Bassam për fjalën e Allahut azza wa jall wa qumu lillahi qanitin, pra qanitin, të ngritur para Allahut azza wa jall, kjo fjalë ka disa kuptime. Kuptimi i parë është at-ta'a, bindje. Pra ai person i cili qëndron përpara Allahut azza wa jall quhet i bindur ndaj Zotit. Gjithashtu ka kuptimin el-khushu. Pra ai person i cili qëndron para Allahut azza wa jall duhet di dhe ta ndjej me brendësinë e tij frikë respektin ndaj Allahut azza wa jall. Gjithashtu merr kuptimin në ajetet që ka zbrit në Kur'an, dua, lutje. Gjithashtu merr kuptimin tulul qiyam, qëndrimi në këmbë gjatë në namaz, pra në leximin e Kur'anit. Gjithashtu merr kuptimin heshtje, sikurse ka ardhur në këtë hadith. Pra në këtë hadith, qëllimi i fjalës qanitin është pra të heshtësh dhe mos folësh me fjalë të cilat nuk lidhen me namazin. Kuptimi i përgjithshëm, thot Sheikh Abdullah al-Bassam për këtë hadith është se Zaid ibn Arqam, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, na përkujton se muslimanët në atë kohë, pra në fillimin e Islamit, ishin që flissin brenda në namaz për gjëra të cilët ishin pra me qëllim, të domosdoshme, ishte e nevojshme për të folur. Ishte dikush për nështë që i fliste shoku ti që ishte afër ti për diçka që ishte e nevojshme. Wa kana ala musmi'in, dhe këtë gjë e dëgjonte i dërgumi Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe nuk na u ndalua. Derisa pra zbriti fjala e Allahut azza wa jall, wa qumu lillahi qanitin, dhe qëndroni para Allahut azza wa jall të përqendruar, të heshtur, duke mos folur me fjalë të cilat nuk janë për namazin. Kështu pra, sahabët, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, Allahu qoftë i kënaqur pra prej tyre, mbasi u zbriti ky ajet, atëherë dhe u përcolli i dërgumi Allahut sallallahu alaihi wasallam atyre, atëherë ata u tërhoqën nga kjo vepër dhe nuk e vepruan më pas. Dhe për këtë hadith, ulemat kanë dhënë disa shpjegime dhe sqarime. Nëse na ndodh që në namazin ton
të flitet me diçka duke qenë i pa përqendruar. E para. E dyta, nga ignoranca. E treta, kur harrojmë. E katërta, i detyruar. E pesta, i përgjumur. E gjashta, kur shikojmë dikën i cili nuk shikon. Dhe ne flasim dhe duke qenë në namaz. Pra, për diçka që është e dobishme. A prishet namazi në këtë raste? Normalisht ulemat pra për këtë kanë sjellur fjalët e tyre dhe argumentat me të cilët pra kanë shoqëruar fjalën që kanë thënë. E para e cila janë unanimisht ulemat është nëse njeriu flet në namazin e tij me qëllim, duke ditur që nuk bën që të folësh brenda në namaz, namazi i tij është i prishur. Sikurse, kush janë këto fjalë të cilat nuk lidhen me namazin. Dhe del nga kjo rregull që kushdo i cili futet në namaz dhe nuk di përmendesh nga Kurani, por don që të falet, atëherë bën që të përdori dhikret të cilët janë në gjuhën arabe, që është subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dhe për këtë ka hadith, i cili do vi në temën e vetë në shpresë Allahut Azza wa Jall, që në këtë namaz nuk flitet nga fjalët e dunjas përveç se dhikri i Allahut Azza wa Jall. Argument pra që nëse na ndodh që dikush në njerëzit që na rrethon, që nuk din për Kur'anit dhe ne pyetemi, a ta fal namazin, thot ai personi? Por unë nuk kam Kur'an me vete, pra nuk di Kur'an përmendesh. Mund di po themi surën Al-Fatiha dhe nuk di sure pas saj. Sepse siç dihet, sura Al-Fatiha është shtyllë e namazit, duhet që çdo kush pra përpiqet që ta mësojë atë, sepse pa të nuk ka namaz. Por nuk ka namaz tjetër dhe nuk din, po themi, thot subhana rabbil azim, nuk e di të thot subhana rabbil ala. Ti themi mos u fal? Jo, ka argument për këtë. Atëherë ai personi i cili nuk i din këtë, ja vjen për detyrë që të bëjë gjërat më elementare, siç është pra surja Al-Fatiha, dhe nëse pra është duke u fal vetëm, le të vazhdojë të shkojë në ruku. Po nëse është në xhami, atëherë le të bëjë dhikrin me të cilën ja ka ligjëruar po Islami. Pra ishte si shtesë për të plotësuar këtë që tham, që nëse njeriu e merr këtë gjykim dhe thot dhe e kupton dhe argumenti është i saktë dhe i qartë dhe ti vepron në kundërshtim me këtë hadith, duke e mësuar, ti dole nga ajo që tham neve. Kush është ignorant? Pra ti tani e mësove, si e më ignorant, dhe e vepron me dëshirë, namazi yt është i prishur. Ama nëse na ndodh që të jemi ignorant, pra nuk e dim këtë hadith, gjithashtu jemi të detyruar që të flasim, të vjen dikush që të thotë fol ose diçka do të veprojë ndaj teje. Gjithashtu tham për një person i cili nuk shikon dhe është duke hikur tek një pozicion, po themi që mund dëmtoj veten e tij. Dhe në këtë rast i flet për diçka dhe thua stop. Kthehu, anash, majtas, djadhës, pra e drejton tek rruga ku ai mos dëmtohet. Gjithashtu tham ai personi i cili harron. Gjithashtu i personi është i përgjumur dhe ta rikujtohet, flet diçka e cila është për namazin. Dhe i personi i cili flet me diçka e cila është e dobishme. Është e dobishme për personin që është afër ti, para ti, ose po themi sido që të jetë situata. Dhe për këtë fjalë ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu mëshiroft, gjithashtu Imam Shafi'i, gjithashtu Imam Malik, kanë thënë se ai personi i cili ndodhet në këto situata e folura në këtë lloj situatash nuk e prish namazin. Dhe namazi yt është i saktë. Çfarë argumenti ka? Argument për këtë është hadithi i Dhil Yadenit që e kemi marrë më përpara, që tham ai personi sahabiu i nderuar që i kishte duart më të gjata se sa normalja e gjithë sahabëve të tjerë. Kur i dërguami Allah sallallahu alaihi wasallam ishte duke fal namazin e drekës, fali 2 rekate dhe dha selam. Dhe në të ishte Abu Bekri dhe Omeri, dhe sahabët u ngritën dhe dolën jashtë xhamia dhe folën me njëri tjetrin, a u shkurtua namazi? Dhe Dhul Yadeni tha, o dërguami i Allahut, u shkurtua namazi
apo e fal apo harrove. Dhe i dërguari Allahut i foli Ebu Bekrit, nuk i drejtua Dhuljedenit. I tha: "O Ebu Bekr, o Umar, a është vërtet ai që po thot Dhuljedeni?" I than po. Që do të thotë të gjithë u futën në këtë vorbull, të gjithë folën, të gjithë vepruan, edhe u rikthyen. Atëherë i tha dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam: "Thehuni", u futën në namaz, plotësuan namazin dhe dhan selam dhe bën vetëm sehwi sejdë. Dhe askush nuk urdhëroi që ta bëjë namazin nga e para. Këtu pra gati përfshihen të gjitha situatat. Ai person që harroi, ai person që nuk e dinte gjykimin e saj, ai person që u detyrua të fliste, siç ishte në këtë rast pra Dhuljedeni, personat e tjerë që ishin me njëri tjetrin që u shkurtu namazi, dhe Ebu Bekri dhe Umeri që s'kishin informacion për këtë dhe nuk folën, dhe kur ja kërkoi dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam u përgjigjen. Pra, që mos ta ngushtojmë atë çka është e gjerë në fen tonë. Nëse na ndodh për një shkak brenda namazit me bërë veprim, mos themi që namazi yt është i prishur, se ka argument për të. Prandaj mos ta ngushtojmë atë që është e gjerë. Hadithi i dytë që është argument po për këtë fjalë, pra është transmetohet nga Muawiya ibn al-Hakam. Bainama ana usalli ma'a an-nabi, kur ishim duke u falur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dikush prej nesh pra të shtiu, dhe unë i thash thot yarhamukallah. Dhe ky se dinte, to është pra ai i cili nuk e dinte gjykimin, pra ishte ignorant për të. Dhe disa sahabë që ishin thot afër meje i ran me shput kofshës duke më informu që mos të them yarhamukallah brenda namaz. Dhe unë thot nuk ndalova, sepse se kisha gjukte. Dhe ata nuk më bindën mu thot me këtë vepër, por ndalova nga ana ime, se diçka qenka me këtë vepër. Dhe mbasi mbaruam namazin thot, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam u drejtua dhe më tha: "Inna hadha as-salah", ky namaz, "inna hadhihi as-salah la yasluhu fiha", nuk lejohet në të asnjë gjë prej fjalëve të njerëzve. Falam ya'muruhu bil i'ada, dhe nuk më urdhëroi thot që ta bëj përsëri atë rekat që unë fola brenda saj. Gjithashtu argument tjetër është hadithi i cili ka ardhur po nga sahabiu i nderuar thot, transmetim tjetër, thot: "Ufiya li ummati anil khata wan nisyan wa mastukrihu alayh." Është ngritur nga umeti im, pra nuk merren llogari ai personi i cili harron, ai personi i cili gabon, dhe ai personi i cili është i detyruar që të veprojë. Nëse ndodhesh në këto tre situata, ti nuk ngarkohesh tek Allahu azza wa jall me gjuna. Gjë do thotë, të gjitha ato pjesët që i përmendëm më lart, në këto tre argumenta të hadithet pra, ka argument që bën që të folesh. Atëherë kanë thënë ulemat, dhe kjo është nga urtësia dhe kujdesja që kanë dietarët për çështjet fetare. Kanë thënë, nëse brenda në namaz na ndodh që të flasim me zë, sikurse brenda në namaz të ka përgjumja dhe thua diçka, ose pa qenë i përgjumur, nga ignoranca jote flet nga ti, shko, ulu, pra diçka e cila s'është për namazin. Gjithashtu thonë, nëse nxjerr një klithmë, të gjitha këto, nëse njeriu i vepron me qëllim, duke ja ditur gjykimin, namazi thot është i pavlefshëm. Nëse ti nuk ja din gjykimin dhe pa dashje del nga vetja jote me zë dhe thu ose zë i ngritur ose intihab, pra bigari haxhe, klithm që nxjerr ti, të gjitha këto thot Sheikhul Islam Taymija, qofshin këto thot qarje prap me zë të lartë, të gjitha këto thot hyn në atë që quhet e lejuar, kur njeriu i nxjerr pa dashje. Pra s'ka një qëllim, alhamdulillah, s'ka një qëllim në to, por i nxjerr. Ka njerëz që brenda në namaz, kur është pa zë, siç po themi 2 rakatet e dyta,
që janë me zë, po themi të yatsis, dhe është duke lexuar tahiyatu lillahi wa salavatu dhe ngre zërin. O tayyibatu, selam aleikum wa barakatuh. Po vetë. Ngre zërin. Kjo nuk është asgjë. As nuk bën ti thush asgjë, pra ajo është rregull. Ndodh për shembull që të vijë ty ajo si quhet kjo pjesa ku domethënë do të zë si gjumë dhe nxjerrë zë nga goja jote. Edhe kjo pra nuk është një diçka e cila tremitje, gërhitje, të gjitha këto ose i vjen nga devotshmëria brenda namaz, nga përqendrimi i njeriu, gjë e cila këtu nuk kemi të barabartë, dikush mund të jetë më i ndjeshëm brenda namaz dhe qan. Dhe ajo qanë del me zë. Prap, në këtë rast pra nuk prishet namazi dhe është diçka më se normale, siç e thot pra Sheikhul Islam Ibn Taymija, gjithashtu e thot Imam Ahmed, Imam Shafi'i dhe transmetime nga Imam Malik dhe Abi Hanife. Pra, të gjitha këtë lloj gjërash nëse na ndodhin në namazin ton, pra namazi është i rregullt dhe nuk prishet. Dhe e ka përkufizuar Sheikhul Islam Ibn Taymija 3 lloje gjërash që ndodhin brenda namaz dhe ka thënë e para, në namaz thot mund të ndodhin fjalë siç janë veprime siç janë dora, gjuha, po brenda namaz. Por nuk nxjerr fjalë. Për shembull, ti e shikon që dikush po themi po rrezohet dhe me dorë ti atë e kap dhe e vepron. Ose me gjuhë ti don ti tregosh fëmisë tën po themi e duke u falë, kupton? Edhe i thua ose dhe me këtë ti ke për qëllim për shembull që mos e kap, mos e hap, mos e bëj, ose kujdes të rrezohesh. Pra veprimet cilat pra brenda namazit me dorën tënde ti e kap për shembull siç ka ardhur në hadithin e saktë që Abdullah ibn Abbas i shkon tek i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam dhe e gjen atë duke falur namaznate, ishte i vogël thot dhe futet namaz dhe vjen nga krahu i majt. I dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam e merr me dorë, e drejton dhe e çon tek krahu i djathtit i tij dhe e shikon thot që e kishte dorën e majt mbi të djathtën. Ja rregullon të djathtën mbi të majtën dhe mi vendos thot në gjoks. Pra këtë përshkrim e ka bë imam sahabiu Abdullah ibn Abbasi. Të gjitha këto janë veprime nga i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam, gjë që tregon që nuk prishet me këto veprime të cilat janë me shkak, janë veprim që prej këtij veprimi ti pra sjell një të mirë, e cila është pra e mëson tjetrin nga kjo ignorancë dhe e rikthen atë në gjendjen që duhet. E dyta është zëri që del nga robi nga rënkimi. Dhe kjo situatë pra nuk është pra që e prish, ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymija. Dhe e treta është thot pra atë person i cili nxjerr zë, pra është zhurma me zë, për ndaluar diçka, e kjo me shkak, për ndaluar nga diçka, e kjo me shkak sikurse tham që nëse i drejtohesh fëmijës ose drejtohesh gruas ose i drejtohesh dikujt me zë. Pra që mos e bëj, mos e kështu. Ai normalisht po themi po të kalon ty përpara ose don të flasi po themi nga dera dhe ai nuk të shikon as ti nuk e shikon atë, po nuk i përgjigjesh pra me atë që ai kërkon dhe ti i bën pra me zë që të kuptojë ai se ti je në namaz ose me diçka që ti troket. Pra veprime që ti i lën të kuptoj tek tjetri që je në namaz, je në adhurim dhe nuk bën që të flasësh. Këto janë 3 përkufizimet që ka sjellë Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu e mëshiroft. Disa dobi që përfitohen nga hadithi, thot Sheikh Abdullah al-Bassam, është se e para, në fillimet e Islamit, pra në fillimet e Islamit, sikur si hadithi, u lejohej që të flisnin bashkarisht me sahabiun që ishte përreth tij, para ose mbrapa ose anash, dhe nuk ishte ndaluar sepse edhe dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam e dëgjonte këtë gjë, këtë lloj vepre dhe nuk e ndalonte. Dhe u ndalua vetëm mbasi erdhi pra ajeti i Allahut azza wa jall. E dyta, mbasi zbriti fjala e Allahut, kjo gjë u ndalua dhe u përcaktua se nëse njeriu e vepron mbas këtij ajeti, atëherë namazi i tij pra është i pasakt dhe prishet dhe duhet që ta falet nga e para. E treta, fjala ose e folura në namaz pa nevojë dhe pa shkak e prish namazin sepse ne e lexuam më lart pra hadithin me cilin pra kanë ardhur sahabët radhiyallahu anhum.
dhe kjo bëhet shkak që të shkatërrohet pra vepra jote namazi yt. E katërta, kunuti në këtë ajet ka për qëllim pra heshtjen dhe jo ato kuptimet që i lexuam më përpara. E pesta, ajo që të lënë të kuptohet në këtë hadith pra, në këtë ajet që zbritin nëpërmjet këtij hadithi është se ndalesa gjithashtu është pra të kthyerit tek adhurimi, ta ndjesh atë, ta kuptosh atë që ti je para Allahut Azza wa Jall dhe ndaj ti duhet të jesh i përqendruar para Allahut Azza wa Jall dhe mos të jesh i përqendruar sepse përqendrimi brenda në namaz është shtyll, sikurse e kemi përmendur në mësimet e kaluara. Dhe nëse nuk do të kishte këtë rëndësi, atëherë nuk do zbriste fjala e Allahut Azza wa Jall. Kaq për këtë hadith dhe me këtë hadith pra e mbyllim dhe temën e sotshme. Lutim Allahun Azza wa Jall që të na bëjë dobi nga ajo që lexuam dhe dëgjuam. Allah është shpëlef më të mira për kohën që e kaluam bashkë. Lutim Allahun që të na i vej në peshorën e veprave të mira dhe subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu është shpëlef më të mira.